Specialistët e seksionit të trafikut të urban dhe interurban në Vlorë arrestuan shtetasit me inicialet ST, 35 vjeç, banues në Vlorë, pasi në rrugën Dimitër Konomi u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Shtetasi me inicialet VF, 41 vjeç, banues në Moldavi, pasi në vendin e quajtur Petrolifera, u konstatua duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasit me inicialet AH, 24 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka përndjekur një 37 vjeçare. Shtetasi me inicialet DS, 24 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka tentuar të vjedhë një motor, po këta specialist referuan materialet në prokurori dhe proceduan penalisht për veprën penale, vetë gjyqësia. Shtetasi me inicialet KB, 39 vjeç, banues në qytetin e Vlorës, pasi në vendin e quajtur Lungomare në lagjen ujë ftohtë, duke kryer vetë gjyqësi, ka penguar shtetasin me inicialet EK, 30 vjeç, të ndërtojë në një hapësirë toke, dhe pse ky i fundit është i pajisur me leje ndërtimi. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Livadhia referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me inicialet BA, 67 vjeç, banues në fshatin Vrion, pasi ndaj tij ka bërë kazim shtetasin me inicialet HN, 64 vjeç, se ky shtetas nëpërmjet mashtrimit i ka marrë një shumë parash dhe nuk ja ka kthyer ende. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.